Hëngri 8 kumbulla çdo ditë për 2 muaj dhe u befasua me atë që i ndolli. Kumbullat janë jashtëzakonisht të dobishme për shëndetin për disa arsye, gjë që i bën konsumin e rregullt të tyre të këshillueshëm për ruajtjen e mirëqenies së përgjithshme të organizmit. Duke ngrënë 8 kumbulla në ditë për 2 muaj, ju do të shikoni se niveli i kolesterolit në gjak do të bjerë ndjeshëm, citon eksperti. Gjithashtu edhe kockat do të jenë ndjeshëm më të forta. Kumbullat janë të pasura me lëndë ushqyese që janë kyçe për shëndetin e kockave si vitamina K, magnezi dhe kaliumi. Kumbullat janë të larta në fibra dhe një sër elementësh dhe gjithashtu ato ofrojnë 100 gram që sigurojnë rreth 2 gram fiber. Kjo fiber jo vetëm që ndihmon në rregullimin e tretjes dhe parandalimin e kapsllëkut, por gjithashtu luan një rol kyç në reduktimin e riskut të diabetit. Indeksi i ulët i glicemisë i kumbullave do të thotë se ato mund të ndihmojnë në kontrollin e niveleve të sheqerit, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për ata që vuajnë nga insulina, rezistenca ose edhe prirja për të zhvilluar diabet.